Vetvrasja e një emigranti maroken në Itali pas më shumë se një muaj qëndrimi në kampin e Gjadrit në Lezhë ka shkaktuar reagime të forta nga organizatat dhe aktivistët për të drejtat e refugjatëve. Të prekur nga ky rast, aktivistë shqiptar dhe të huaj u mblodhën përpara ambienteve të kampit, ku zhvilluan homazhe për të ndjerin dhe një protestë simbolike për të denoncuar kushtet njerëzore në të cilat sipas tyre mpahen emigrantët. Torturash, jo qendër e emigrantësh, parveshja ilegale, rezistenca globale. Drejtësi për Hamidin, kjo e sot me ishe për ty Hamid. Aktivistët kërkuan hetim të pavarur për rastin e 42 vjeçari që i dha fund jetës, ndërsa denoncuan raste të tjera incidentesh që po ndodhin çdo ditë brenda kësaj strukture. Hamidi, si shumë djemë të tjerë fatkeq, ishte një për të transferuarve forcërisht drejt tyre kampeve të Gjadrit. I burgosur në Gjadër për liruar pas një muaje 3 ditë. Hamidi u rikthye në Itali, por liria për të nuk zgjati shumë. I gjetur sërish brapa hekurave dhe i friksuar se mos e riktheni në Gjadër, Hamidi dha fund jetës tragjikisht. Vetvrasja e një emigranti në vetëm 2 muaj pas rihapjes së këtyre qendrave dëshmojnë se si kampi i Gjadrit është ndëruar në një Guantanamo, në qendra torturash, ku prodhohet vuajtje, vdekje, ku shpëtimi i vetëm për të dalë nga këto mure mbetet vetëlëndimi. Raportet të grupeve të monitorimit flasin për 40 incidente të regjistruar vetëm në muajin e parë brenda Gjadrit, ndër të tjera emigrantë që vetëlëndohen në kushte degraduese dhe izolimi gjeografik, pa mbështetje shëndetësore, pa informacion, pa garanci ligjore. Vetëm 3 ditë më parë, një tjetër emigrant u transferua me urgjencë drejt Italisë, në gjendje të rënduar psikofizike. Dhe pa çka ditëve të kaluara në paraburgim, emigranti në fjalë nuk do të kishte kaluar as edhe një ditë në këto qendra torture. Këto raste edhe një herë theksojnë situatën emergjente brenda Gjadrit dhe dështimin e sistemit të Shqipërisë. Të indinjuar dhe të alarmuar nga situata në Gjadër, ne këtu, një grup aktivistësh për të drejtat e emigrantëve kërkojmë ndërprerjen urgjentisht të transfertave drejt Shqipërisë, lirimin e emigrantëve brenda Gjadrit, nisjen e një hetimi të pavarur mbi përgjegjësitë institucionale që lidhen me vdekjen e Hamidit dhe të gjitha shkeljet sistematike brenda kampeve të Gjadrit. Ngjarja ka risjellë në vëmendje shqetësimet e shprehura më herët nga organizatat ndërkombëtare mbi menaxhimin e refugjatëve në Shqipëri. Fillimisht, kampi i Gjadrit ishte projektuar si një qendër pritjeje për azil kërkuesit të shpëtuar në det për një periudhë deri në 28 ditë, por me dekretin e ri të qeverisë italiane të drejtuar nga Giorgia Meloni, funksioni i kësaj qendre është zgjeruar. Ajo po shërben edhe si qendër për emigrantët të cilëve u është refuzuar kërkesa për azil dhe që pritet të deportohen në vendet e tyre të origjinës.